Me vetëm 7 gjyqtar në përbërje, nga 9 sa parashirë me ligj, aktualisht po funksionon gjykata kushtetuese. 5 nga ta përmbyllin mandatin në mesin e vitit të ardhshëm, gjë që mund të rrezikojë funksionimin e plotë të institucionit. Bazuar në ligjin për gjykatën kushtetuese, procedurat për emërim të gjyqtarëve të rinj duhet nisur disa muaj para përfundimit të mandatit të gjyqtarëve aktual, duke obliguar kryetarin e kushtetuesës ta njoftojë kuvendin 6 muaj para skadimit të mandatit. Tani për tani, 2 vendet e lira ende nuk janë plotësuar. Nëse vetëm njëri prej tyre sëmurët apo jep dorëheqje apo në rrethana të caktuara mund të mungoj në gjykatë, atëherë paralizohet edhe vetë puna e gjykatës kushtetuese. Për kësaj shtohet fakti që në vitin e ardhshëm në prill, nëse s'ka bëjmë pi 5 gjyqtarëve ju s'ka dhënë mandati, kjo nuk kupton që është rëndësisë jetike që të kemi kuvend funksional, të kemi një parti politike ose partitë politike në kuvend që përfaqësohen të sigurohen që të zgjedhin gjyqtarë të gjykatës kushtetuese që i plotësojnë kushtet, kriteret ligjore bazë kushtetues në bazë ligjit. Paralizimi i kushtetuesës si garantuese e funksionimit demokratik të shtetit, sipas njohësve të fushës, do të ndikonte drejt për drejt edhe në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Vështirëson edhe trajtimin e rasteve drejtuar qoftë nga qytetarët, qoftë nga institucionet e interesit, qoftë nga institucionet shtetërore, e pamundson trajtimin e këtyre rasteve dhe dëmi do të ishte i parushëm. Procesi për zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese mund të zgjas me muaj. Fillimisht kandidaturat shqyrtohen nga komisionet përkatëse të Kuvendit të Kosovës, ndërsa për zgjedhja përfundimtare bëhet me votën e deputetëve në seancë plenare. Gjyqtarët dekretohen nga presidenti i vendit. Vendimet e kushtetuesës kanë qenë vendimtare edhe për tejkalimin e krizave politike në vend, përfshirë zhvillimet e vitit të kaluar.